shtëpi. Në shtëpi. Lekët që jepni njerëzit që ikni. Po. Kishe shumë lek me vete, bëj fjalë për shumë lek. Po bëj $50,000 çdo rrugë. 30,000, 40. $30-50,000 një rrugë. Po sa paguani njerëzit? Sa paguante një njeri? Po kishte filluan me 1,5 milion, 2 milion, pastaj ul, vajti 1 milion, 700,000, 500,000, 300,000. Po sa mbante një skaf që ti thu $50,000? Po kur ishte me 2 milion 30 i mbante izi një skaf. Që mund vente edhe 60 milion, po them tjerat i menin tjerët, jo pagoje benzinën jo. Po këtë e bënit pa frikë. Frikë s'kishte fare, domethënë. Ç'a frikë? Po me gjithë ato lek, ku kishte frikë njeriu? Merr ato lekë çon në shtëpi. Ç'a bënit me ato lek? Blinit gomone më të mëdha, ç'a bënit? Ishin shumë para për kohën. Raj ke parasysh, po kishte edhe nga këto të tjerat, pasaj që gomonet kapeshin e bëheshin. Edhe unë bisje, kishte edhe kështu. Ju ka ndodhur ndonjëherë në një ujë në boqët e shoku e ke parasysh. Se kam parasysh. Nuk e kam kuptuar kur si funksionante. Po tani 20 milion bënte gomonja, 120 milion lireta, kështu që. Sa bënte gomonja 120 milion lireta. Po ti një rrugë kishe 50.000 lireta. Po tani një rrugë, po duhet të llogarisë edhe gjërat e tjera, e ke parasysh nuk ishin vetëm ato se duhet paguaj ti. Nëse tani mos bëjmë